Unë të besoj shumë kur flet dhe do doja të ma thoshe me gjithë zemër, domethënë sa mund ta thuash. I thua dot një pacienti mos i këri se këtu ne ja dalim me të gjitha, ja thua dot ti? Jo plotësisht. Jo plotësisht. Çfarë nevojë do kishe që t'ja thoshe? Se ti ja thua si person. Ti bën gjithçka, çfarë të mungon ty që t'ja thuash? Atëherë ne bëjmë çdo gjë, por ama qoftë kapacitetet njerëzore i kemi të pakta, pra shoqata si motra, sepse duhet edukim në vazhdim i vazhdueshëm, protokollet evolojnë, elaborohen, do të thotë zhvillohen më mirë, bëhen jo terapi, jo vetëm më efektive, por edhe sa më pak toksike për organizmin e njom të fëmijës. Pra, pothuajse në çdo 2-3 vjet protokollet ndryshojnë, kështu që të mbahesh gjithmonë në tonus ose je i përditësuar me të rejat e protokollet, me të rejat e shkencës. Ju keni dëgjuar tash i terapit monoklonale, karticellët etj. Duhet të kesh dhe një staf të mjaftueshëm për që të jenë trajnuar dhe të përballuar situata të tilla. Ne në onkohematologjinë pediatrike jemi vetëm 4. 4? Po. Kështu që po kërkoni, keni kërkuar? Patjetër. Dhe nuk ka mundësi, nuk ka fonde. Nuk ka mundësi, herë nuk afrohet njëri të punoj këtu pikërisht për vështirësitë e këtij profesioni. Pra nuk futet në degët e preferuara të brezit të ri. Kështu që është një çike vështirë dhe jo vetëm për mjek, por edhe për infermier. Oraret e zgjatura, të llogarisësh jo vetëm vështirësisë punë, por edhe vështirësisë peshës psikoemocionale të personelit, që është po aq e rëndësishme. Se mos harroni dhe ne jemi njerëz familjar, me hallet tona në shtëpi dhe ne si jemi imun në rrethin ton familjar mund të kemi të tilla patologjie, të tilla problematika. Megjithatë, kur vim në punë mundohemi të vëmë atë maskën e qeshur, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, sikur s'kemi asnjë gjë, edhe të japim më të mirën tonë.